Motra Smila nderohet me mirënjohje të veçantë nga presidenti i Kosovës. Drejtori i shkollës shqipe në Michigan, Agronde Tivana, në një postim në Facebook ka çmuar nderimin e motrës së nderit Smila, bie Trieshit nga fisi Micakajve, e cila është nderuar me mirënjohje të veçantë nga presidenti i Kosovës Vjosa Osmani për humanizmin e saj të rrallë dhe kontributin e jashtëzakonshëm në shërbimin të njerëzimit. Ky vlerësim i lartë vjen si një dëshmi e rrugtimit të saj të gjatë të palodhur për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Motra Smila ka qenë në vitet më parë pranë shtresave të ndjeshme të shoqërisë, duke ndihmuar të varfrit, sëmurët dhe të braktisur shpeshherë në heshtje dhe në përkushtim. Figura e saj përfaqëson vlerat më të mira të traditës shqiptare, duke mishëruar ndjenjën e solidaritetit, mëshirës dhe dashurinë për njëri tjetrin. Veprat e motrës Smila janë dëshmi që humanizmi vërtet nuk njeh kufi dhe përkushtimin ndaj njeriut mbetet nga vlerat më të larta të shoqërisë tonë.